Gjovalin Shkambi, xhaxhai Elvis Shkambit, autorit të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, është arrestuar nga policia pas deklaratave kërcënuese që bëri publikisht ndaj trupës gjykuese, të cilën e akuzoi se guxon të dënojë nipin e tij për vrasje. Në një deklaratë të bërë për mediat, ai shprehu zero pengesë për krimin e rënd dhe u shfaqi revoltuar ndaj sistemit gjyqësor për shkak të një konflikti të gjatë pronësie që sipas tij ka lënë të pambrojtur interesat e familjes. Shtetin a preu në bezë, deklaroi ai, ndërsa theksoi se familja e tij nuk i druhet hakmarrjes. Kur dënojnë atë djalë, gjykohet me plumën sallë gjyqit të mdekëshin 5.000 prap. Se më ka prej besë shteti, se ja ku ble shteti tu. S'ka gjyqtarë si e dëno. Se mdekëshin 5.000 ha pluma si kur i hëngra Astrid Kalaja. Në mënyrë absolute, me zotin. Këna një stuf pa pame. Në mënyrë absolute, nuk i drum hakmarrjes. Proceset gjyqësore për pronën në fjalë kanë zgjatur prej vitesh. Vendimi i SHN-s në gjykatën e apelit të Tiranës, që nuk ishte në favor të familjes Shkambi, duket se u bë shkak për aktin ekstrem të 30 vjeçarit Elvis Shkambi, i cili hyri i armatosur në ambientet e gjykatës dhe qelloi për vdekje gjyqtarin Astrid Kalaja, duke plagosur edhe 2 përfaqësues të palës tjetër pretenduese. Ngjarja tronditi opinionin publik dhe solli reagime të forta për sigurinë në institucionet e drejtësisë dhe për gjendjen e konflikteve të zgjatura civile që degenerojnë në dhunë.